Çaji që çdo person mbi 50 vjeç duhet të pi, rekomandim nga dietologja. Kamomili është një bimë mjekësore shumë e njohur në vendin tonë. Përmban element mikronutrient, quercetin, kolin, vitaminën B1, B2, B3 dhe C. Është një diuretik antiinflamator, antialergjik, qetësues dhe shërues. Ndihmon për të hapur oreksin, për tretjen e mirë, gjumin, qetëson nga dhimbjet e kokës dhe dhimbjet e barkut. Duke mbajtur një gotë me ujë kamomili, ndihmoni kundër infeksioneve të vogla në gojë dhe të mishrave të dhëmbëve. Në fasha të lagura ndihmon në lehtësimin e problemeve të lëkurës dhe skuqjen e syve. Vaji nga kamomili përdoret për lehtësimin e djegjeve të vogla. Kamomili lehtëson edhe alergjitë, por edhe mund të lehtësojë problemet e stomakut. Kamomili është i njohur te ne në formën e çajit të ngrohtë. Është efektiv kur bëhet nga lule të freskëta. Kur bëhet çaj me lule të thata, është mirë të mos e zjeni bashkë me ujin e ngrohtë, por ta lini ujin të ziejë dhe më pas ta shtoni në lëng për rreth 2 minuta.